na në kohën e Jugosllavisë na jemi kot shtypën. A keni marrë veç herës me po parakalimin e ushtarëve? Veç para qëta. A vjen çdo vit me i po? Për gjithë vit. Mosha jam për çdo vit. E pse zgjidhni çdo vit? Po se na e dim se kemi pasën për në të kaluar shoqëri që erë kjo liri, kemi ushtrinë tonë, kemi popullin tonë, shumë jemi i gëzuar në këtë ushtri tonën të ri, të mirë, të bukur, shumë, jam shumë i gëzuar. Po të shoh sy tu kanë mush me lat kur po fol për ushtarët. Vallahi po për zotin, po se na në kohën e Jugosllavisë na jemi kot shtypën, na jemi kanë ushtar, po kemi ka disiplina jashtë. Po Tashma ndryshe, a? Po tash e kemi shtetin ton, ushtrinë ton, policinë ton, shumë mirë, shumë mirë. Sa po duket që ka përparu Kosova, ushtria për gjatë këtyre vjetëve? Po, dëgjom, po tash 20 vite e tek nena, Allah shqyqër mirë. Po edhe 5 vite edhe deri para qeveritë e kalume, shumë më mirë.